kur në ndojnë vetëm 2 ditë e gjysmë nga fitoria e lëvizjes vetëvendosje e numrit 105 dhe Alban Hysenit kryetar edhe për 4 vjet tjera. 17 milion euro borgje ka paguar për këto 4 vjet komuna e Gjilanit me kryetar Alban Hysenin për shkak të atyre kryetarëve të mëhershëm që se kanë pas emrin Alban Hyseni. Ne do të ndërtojmë si qeveri e si komun mundësi reale që ta ndryshojnë për një herë e për gjithmonë jetën e qytetarëve të Gjilanit, sepse në të kaluarën kemi shumë kohë të humbur e tash me Albanin në mandatin e dytë mund të bëjmë edhe shumë projekte të tjera të reja në mënyrë që shpejtësia në të ardhmen sadopak ta zbus atë mbrapshtin e gjatë të së kaluarës. Shumë kërdash po eftoj këtu në mesin tuaj parin e Gjilanit në 4 vjet të shkuara dhe të parin e Gjilanit në 4 vjet në vjen. Alban Hyseni. Kur kemi marrë drejtimin e komunës, kemi hasur në 2 probleme kryesore. Problemi parë ishin 28 milion euro borxhe që trashëguam nga një keq qeverisje për plot 8 vite me radhë. Dhe vetëm në mandatin tonë të parë, për 4 vite qeverisje, kemi arritur që plot 17 milion euro borxhe të paguajmë, të cilat nuk ishin borxhe për zhvillim, por ishin borxhe të shpronësimeve pa rend, pa kohë e pa nevojë, e para së gjithash pa projekte dhe pa u projektuar si borxhe në buxhetin e komunës tonë. 2 milion euro në shëndetësi, ku mes tjerash kemi bler pajisje të mamografisë dhe kemi filluar dhe pap testin, duke parandaluar vdekjen e 10 grave e duke ndihmuar në detektimin e hershëm të kancerit të gjirit dhe të qafës së mitrës. Vetëm në mandatin e parë kemi ndarë plot 650.000 euro bursa. Bashk e nisëm fitoren tonë për Gjilanin e bashkë do të vazhdojmë e do të zhvillohemi deri në fund. Bashkë do të fitojmë dhe bashkë do të ndërtojmë Gjilanin që e duam kaq shumë e aq fort. Faleminderit për zemërsisht për besimin, për përkrahjen e veçanërisht për pranin tuaj sonte. Miru ta kofshim të dielën me 12 tetor në fitoren tonë të madhe.